Çfarë është UÇK-ja, çfarë do thotë UÇK-ja për ty, çfarë të lidh? UÇK-ja është një bindje e përgjithshme kombëtare e cila frymëzoi gjithë streva shqiptare që të jenë bashkë rreth saj. Dhe nuk harrohen kontributet e shumë bashkëdhetarëve, kombëtarëve, ushtarakëve, generalëve, si nga Shqipëria, si nga Kosova, si nga gjithë streva shqiptare që kanë marrë pjesë në UÇK. Dhe ne sot jemi në proces në të cilën e demonstrojmë që janë UÇK-ja e pafajshme. Mbi gjitha UÇK-n nuk është qëllimi që një individ të donojnë, po këtu bëhet fjalë të asgjësojnë kontributin e gjithë shqiptarëve të Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë, e gjithë strevave që ka pas vullnetar, shqiptar që ka qenë vullnetare, nuk ka qenë obligative. Obligative në kuptimin kombëtar, njerëzor, human. Ndërsa në aspektin e asaj se ku kemi qenë, me çfarë dhune jemi përballur, me çfarë sakrificash e kemi kalu, po akoma kemi për të bërë, po tash tjetër kohë dhe tjera mendime ka reflektohet ndryshe. Jemi me një, si të them, me një rrugë paqësore që gjërat të shkojnë ma qetë. Kjo ushtri shërimtare është bashkimi më i mirë që ka patur ndonjëherë shqiptarët me njëri tjetrin? Po mund të thuhet që deri tash nuk ka pas një organizat të tillë që nga rilindja, me thonë, që nga fillimi i pavarësisë, 1910, nuk ka pas ma unifikuese dhe ma bashkuese, ma ndihmuese ndaj njëri tjetrit se tash. Tani, UÇK-ja ka luftuar gjithmonë për lirinë, apo jo? Po. Ti ke patur të afërm aty që kanë kontribuar te UÇK-ja? Po, unë në UÇK kam pas shumë shok, kam pas miq, edhe vetë jam një kontribues në diasporë, në Itali, me financime për UÇK-n, me shoqata, me fondin e Republikës Kosovës, me vullnetar nga atjejt, po edhe vetë kam qenë pjesëmarrës i UÇK-s me gjithë gjalin tim në luftën e ushtrisë shërimtare në Maqedoninë e Veriut. Kështu që kam edhe shok shumë të afërt dëshmor dhe në dhimbsen, jo se vetëm ata, po edhe invalidët që ja lënë në një hije që nuk është e meritueshme, që nuk është mendoj të lihen pas asaj, se nuk jemi qash mbrapa mbetëm ne edhe si tërsi kombëtare. Po tash sa jemi kolektiv, sa jemi të afërt që të ndihmojmë njëri tjetrin, ka të bëjë shumë ajo. Kjo është një ushtri që ka luftuar gjithmonë për çlirimin, apo jo? Po. Si kujton ti ditën e çlirimit? Ku ka qenë atë moment? Ditën e çlirimit unë kam qenë në Itali, de facto, por me fillimin e bombardimit të NATO-s, ne kemi festuar atje kur kemi prit një bombardim me aleatët tanë, si UÇK, dhe me gjithë ata, si të them, bashkëpunëtor, kombëtar, ndërkombëtar, OKB, Amerike, gjithë që na kanë ndihmuar. Dhe ne nuk kemi asgjë këtu të keqe, as që kemi bërë gjëra të këqija. Këto janë kamuflazhe, këto janë impunime, këto janë shërbime, shantazhe që t'i bëhet jo vetëm UÇK-s, por gjithë popullit në tërësi. Çfarë do të thoje brezët e ri për UÇK-n? Çfarë duhet dinë më shumë për UÇK? Po unë kisha desh që në brezat e ardhshëm të kultivohet sa më shumë jo skamja e dikushme, por mos i harrojmë ato çejat, ato luftat, ato sakrificat që kemi pas, edhe të mësojnë për UÇK se historinë e ka shkruar UÇK-ja de facto, apo edhe de jure. Ne jemi tash me një bashkim edhe ideologjik, edhe kombëtar, veç na pengojnë disa kufi artificial që ne nuk jemi bashkë, ndërsa nuk mendoj që edhe në Tiranë ketë një që nuk është pro UÇK-s. Ndoshta kemi natë dashuri ndaj partive politike që në ka sjell deri aty që edhe vetë krerët nuk shkon me vetë me hir. Edhe një pyetje të fundit. Si u ndonin? Flamuri shqiptar çfarë do të thonë për ty? Sa ndjen këtë flamur? Flamuri shqiptar është gjithë mbi këtë dhe.
gjithë. Nuk kam që thëmë që ashtojnë më shumë, a dhe u imë është flamuri, kombi dhe asgjë tjetër. UÇK-ja është liria, për mua do të thotë. Që ato janë 3 shkronja të arta, që kanë ngelur në historinë tonë, do të mbeten, janë gëdhendur dhe do të mbeten gjithmonë në historinë shqiptare. Sikur Ismail Qemali që shpalli pavarësinë e Kosovës, edhe ne bëjmë pavarësinë e gjysmës, të themi, të pjesës shqiptare të okupuar, kështu që merita e të gjitha këtyre është lufta ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe udhëheqësit e saj. UÇK-ja ka luftuar gjithmonë për lirinë apo jo? Si e mban mend ditën e çlirimit, ku ke qenë atë moment? Unë ditën e çlirimit kam qenë duke udhëtuar nga male për të rënë në qytet. E kemi përjetuar një gëzim të paharruar, një diçka që nuk përsëritet më kurrë, një ndjenjë jashtëzakonisht e madhe dhe një ndjenjë që edhe sot kur e kujtoj më dridhet e gjithë trupi, sepse nuk përsëritet më. Edhe vetë ju keni dhënë kontribut tek ushtria shqiptare e Kosovës. Patjetër. Cila është diçka që ka mbetur në mendje për gjithë jetën nga aty? Një moment ndoshta i vështirë apo i bukur? Momenti më i lumtur të jetës sime çlirimi i Kosovës. Kthimi i refugjatëve, rindërtimi i vendit, kemi kontribuar në të gjitha aspektet dhe ja kemi arritur dhe ja kemi dalur. Besoj edhe momentet vështira ka patur pafund aty apo jo? Momentet si çdo luftë nuk ka vetëm të bukura dhe të mira, lufta i ka edhe ato sfidat e saja që ne kemi përjetuar, por nuk do t'i themi tash këtu sepse është një protest e cila ka një reagim kundër të padrejtësive të mëdha që po ndodhin sot në drejtësinë të ashtu quajtur ndërkombëtare, të cilën ne vetë kemi votuar edhe për mendimin tim na kanë tradhtuar, sepse nuk ishte kjo ajo drejtësia që ne kërkonim. Por tani janë duke bërë një drejtësi të veten, të pakontrolluar dhe e shumë të padrejtë. Çfarë është diçka që brezët e rinj duhet ta dinë për UÇK-n? Shumë pyetje me vend. Brezat e ri gjithmonë le ta kujtojnë atë se hapa që i bëjnë në dheun ton janë të lara me gjak, me gjakun e dëshmorëve, me gjakun e atyre që kanë dhënë edhe gjymtyrët e veta, kanë dhënë gjithë djersën dhe pasurinë që kanë pas dhe gjithë shka që kanë sot dhe ata për atë kanë bërë. Ju lutem të gjithëve atyre që prind që t'i edukojnë fëmijët dhe t'u tregojnë të realitetin, sepse këtë tokë e kena larë me gjak për ta shijuar këtë liri që sot e gëzojmë ne. Edhe një pyetje të fundit, çfarë do thotë flamuri shqiptar për ty, çfarë emocioni ndjen për atë flamur? Flamuri shqiptar është ndjenje pa përshkruaj, është gjithçka për mua. Është jeta, është angazhimi im, unë angazhohem në çdo aspekt, po me shqiponjën dy krenare mbi supet e mia. Ushtria shkrimtare e Kosovës janë 3 gjerma të arta me të cilat populli shqiptar në përgjithësi u rreshtua pasaj me fillimin e luftës lirimtare në Kosovë, ku aty ku morën pjesë luftëtarë nga të gjitha trojët shqiptare, të cilët i dolën në ndihmë popullit të Kosovës për të çliruar nga një okupator i cili ka qenë ndër më të këqit, më të ashpër dhe i cili ka bërë në rreth 13.000 masakra në Kosovë. Prej atyre rreth 1.700 janë fëmijë, rreth 20.000 gratë të dhunuara. Kjo është UÇK-ja që është përballë me këtë armik shumë fish më të madh se sa, më të fuqishëm se sa që kemi qenë ne. Edhe vetë ju jeni invalid në luftë apo jo? Po, unë jam plagosur në luftë në ofanzivën e dytë në siç e quajmë ne qafa Pagarushës. Aty unë e kam marrë plagën
kurse një shok më ka vdek shumë afër aty, më ka vdek në duart mia, po thoj se madje edhe një tjetër që është Plagosa i ka vdek pak më vonë. Kanë qenë luftime jashtëzakonisht të ashpra. Jemi përballë me një armik shumë fish më të madh, me një teknologji ushtarake shumë fish më të madhe se sa që kishim ne, me një përvojë të luftës që e kishin ata që kishin kaluar në përvojën e luftës duke filluar nga Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Kroacia. Ata kishin një përvojë 10 vjeçare të luftës, kishin me qindra tonke, kishin me mira topa, artilleri tron, kurse ne ishim të pajisur me një armatim të lehtë, por mbi të gjitha ne kishim idealin, e kishim dëshirën për të çliruar, dhe kjo na priu gjatë gjithë kohës neve dhe në fund së bashku me aleatet e NATO-s, së bashku me të gjithë shqiptarët nga të gjitha trojet shqiptare, dolëm fitimtar. Ne mundëm Serbinë dhe e fituam luftën. Unë, si që ju thash pak më herët, kam shkruar një roman historik për luftën çlirimtare të Kosovës. Për fat keq, po them, është i vetmi roman historik që është botuar deri tash për luftën e UÇK-s. Aty unë kam shumë personazhe, kam nga gjitha trojet shqiptare, që pastaj kam shumë personazhe nga popull tjerë që kanë ardhur dhe i kanë bashku armët me ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kështu që kjo tregon se ne kemi bërë një luftë të drejtë dhe çlirimtare dhe ka qenë një luftë që na u ka imponu, nuk e kemi dashur luftën sepse lufta nuk është diçka që sjell të mira, lufta sjell shkatërrime, sjell dome, vrasje, shkatërrime masive, djegje të fshatrave, gjitha me radhë, por në fund e ka një çmim që është çmimi i lirisë. Pra lufta neve ne ka sjell lirinë. Ditën e çlirimit, si e mban mend? Po, Ishte në atë moment? po, dita e çlirimit ka qenë një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse ne me të vërtet besonim se do çlirohemi, sepse po të mos kishim besuar, nuk kishim luftuar. Mirë po, dita e çlirimit, ne vim nga treva e zonës operative të Pashtrikut, unë kam qenë në komandën e zonës, e kam udhëheq policinë ushtarake, dhe ne ditën e çlirimit e kemi përjetuar në qytetin e Suarekës. Suareka ka qenë në qendër e luftimeve. Aty ne është qyteti i vetëm në Kosovë që është liruar me forcat e UÇK-s. Kemi pas luftime rreth 2 ditë e 2 net. Forcat armike kanë mësuar dëme jashtëzakonisht mëdha. Ditën e çlirimit i kanë humbur 27 e pror dhe polic serb, kurse nga ana jone kemi një të dëshmuar që është Kenan Alimi. Dhe momentin kur ne e futëm qytetin në dorë, kur u çliruam, kur filluam që të marrim ajër të lirë, ishin momentet të cilat është vështirë të përshkruhen. Ishin momente të gazmore, aq të rëndësishme. Në njërin anë u gëzuam aq shumë se kishim fituar lirinë. Në anën tjetër ishim me dhimbje për shokët e humbur, për shokët e rënë, por kjo dhimbje ishte jashtëzakonisht krenore sepse ne kishim fituar luftën. Ju keni shkruar dhe keni shumë fakte edhe në librat tuaja për UÇK-n, apo jo? Po, Çfarë është diçka që brezët e rinj duhet ta dinë për UÇK? po është shumë pyetje me vend, faleminderit shumë. Brezat e ri duhet ta dinë që lufta e çlirimtare të Kosovës është bërë një luftë jashtëzakonisht e madhe, janë bërë sakrifica jashtëzakonisht mëdha. Shumë shok tonë e kanë dhënë edhe më të shtretën, e kanë dhënë jetën e tyre. Pastaj shumë shok tanë i kanë dhënë edhe gjymtyrët e veta. Kemi shumë njerëz i kanë humbur më të dashurit e tyre në luftë dhe po ashtu kanë humbur pasuritë e tyre e kështu me radhë. Por ajo që është më rëndësishme është se ne dolëm fitimtar në fund të luftës dhe brezat
e orshëm duhet ta dinë se për këtë liri që ne po gëzojmë sot, janë bërë sakrifica shumë të mëdha, prandaj duhet ta ruajnë si sytë e bollit. Dua të di edhe diçka, çfarë do thotë flamuri shqiptar për ty, çfarë emocioni mbarta e flamurit? Flamuri shqiptar se neve na ka udhëheq, jo vetëm gjatë luftës, por na ka udhëheq edhe në kohë kur kemi punu në ilegale. Unë të nishe mu më ka gjetë në moshën 13 vjeqare, qysh atëherë kemi fillu me shkrimin e parullave, me organizimet ilegale, lexonim literaturë që për neve ka qenë atëherë e ndaluar që në vinte nga Shqipëria mëm, dhe të gjitha këto sakrifica që e në bo, dhe me thonë këto e ka një tregus shumë të rëndësishëm për neve, sepse ne gjithmonë kemi pas mbështetjen më të madhe nga Shqipëria, vazhdimisht kemi pas mbështetjen si para luftës, si në luftë, si edhe tash pas luftës, si edhe ky manifestim qendror sot që po bëhet kaq madhështor, po ashtu e kemi mbështetjen nga Shqipëria. Prandaj këto janë emocione që nuk përshkruhen lehtë. Unë të falenderoj shumë për gjithë të rrafim tënde. Falenderoj edhe juve, unë i përshëndes edhe teleshikuesit e juaj, kudo që ndodheni. Falenderoj Shqipëri, falenderoj gjitha trojës shqiptare. ¡Ándale!